Përshëndetje shikues të nderuar, ja sërish po paraqitemi me podcastin Fol nga studia qendrore e televizionit të pavarur Festa. Këtë herë në podcastin Fol nuk do të flasim për politikë, por siç kemi paralajmëruar, kemi edhe biseda të ndryshme nga lëmi të ndryshme nga jeta kulturore, ekonomike, sportive, arsimore e kështu me radhë. Por para se të paralajmëroj misafirin e sonte, që përkujtoj se përposte në televizionin Festa, ky podcast emetohet drejt për drejt edhe në televizionin Uskana në Kërçov. Pra përshëndesim edhe shikuesit tanë në Kërçov. Ndërkaq, misafir i radhës është legjenda e futbollit, jo vetëm kumanavar, por legjenda e futbollit në Kosovë, Maqedoni e Gjetiu ku është paraqitur. Bëhet fjalë për portierin e mirë njohur Xhemal Zekirin. Zeko, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në podcastin e televizionit Festa. Mirëmbrëma dhe ju përshëndes. Pari, duhet që t'ju falenderoj për ftesën që më bën dhe jam krenar që jam në mesin e juaj, sidomos të gazetërisë, apo mund të them lirisht doenin e gazetërisë kumanavare Nexhat Aqifi, i cili gjithmonë ka qenë përkrahës i talenteve, pasi po flasim për fushën e sportit, gjithmonë ka qenë një mbështetës i të rive dhe unë s'pari mund është edhe para fillim po them se krenar, se si që kur isha në moshën e ri, intervistën e parë, sot e ma ditë më kujtohet, kam bërë me Nexhat Aqifin. Kanë kaluar 40. Mund më them se 45 vite, mund më thënë se intervista e parë ka qenë fort mirë e majnë men, si 18 vjeçar, vitin 1981. Pikërisht pra 44 vite, të plota. 4 vite. Kur përmenden këto vite të tëra, kjo është një histori goxha e begatshme e një ylli të futbollit që lindi në Kumanov, por rrëzatoi edhe në Kosovë, rrëzatoi në shumë klube në Maqedoni, por ne do të gjitha këto tema tash do t'i rrekim në vazhdim të emisionit. Xhemal, diku ke filluar me futboll? Në moshën 17 vjeçare si junior në KF Kumanovën, fati deshte që pas një viti të nkuadrohem në ekipën e parë të klubit futbollistik Kumanova. Kjo ka qenë viti 80-81. Dhe rastin e parë, mund të them si portier, apo të ekipës parë, mund t'i cek edhe di ishte legjendat e mendoj të portës të ndjertash të Naser Latifi, Prëndrishe Kaca dhe portieri i mirënjohur Albert Cvetinic, të cilët me të vërtet isha dhe krenar që isha së bashku me dy ish portierët, mund të them ndoshta në atë kohë Maqedoni kanë qenë një ndër portierët më të mirë dhe më perspektivë. Kumanova aso kohë ka qenë klub mjaft i fortë dhe ka garruar në ligën e dytë federative të ish Jugosllavisë. Ligë republikane. Ashtu republikane ishte atë? Ligën republikane ka qenë, atëherë e majnë men viti 81, isha si portier rezerv me 17 vjet. Me 17 vjet, tash pëndërim fillimi apo ndeshjet e para. Isha rezerv, kujtohet fort mirë ndeshja mes Bregalnicës dhe Kumanovës në Shtip, ku atëherë mbrojti në port ishte portieri tash i famshëm Albert Cvetinic, dhe pas një duelit, mund të them fatkeqësisht ndjerit, erdhi deri te një lëndim shumë i madh dhe mua më dha rasti që për herë të parë të hi në port me në ekipën e parë. Cilën minutë ka qenë? Minuta, fort mire majnë men, se sidomos ato fillimet, ka qenë minuta 85. Faktikisht, rezultati është 1-1, edhe ashtu edhe mbaroi. Dhe, mund të them, ishte sezoni dytë, edhe kishte edhe për 12 xhiroje, dhe une fati deshi, se për tjerë sidomos duhet të qenë me pas fat, dhe mua mu realizuaj fati që të jem me shtillave, edhe pse shumë i ri isha, por me punë dhe kvalitetet që kisha atëherët, mu dha rasti, dhe mund të them lirisht se ishin kënaqur edhe trajnerët, mund të them edhe
ta cek edhe ndoshta i ndjerin trenerin e parë Naum Butevski Bitolit, Manastirit, më dha rastin dhe unë e mbrojta 12 ndeshjet e mbetura në kampionatin dhe ishim në mesin e tabelës ku me të vërtet Liga Republikane ka qenë një ndër ligat superiore. Mirë po, që atëherë shtypi i asaj kohe, qoftë gazetar shqiptar apo shtyp Maqedonas, të dha një publicitet jashtëzakonisht i madh, sepse një djalosh i ri qëndroi në portën e Kumanovës me skuadra mjaft të forta dhe vazhdimisht dilte si fitues përballë lojtarëve kundërshtar. Në gjatë spari, edhe pse jemi në misionin tu, ndoshta mos pe teproj, duhet të falenderoj tij se intervista e parë ka qenë në atë kohë, edhe sot e madje e maj, me në titulli shkruan Xhemal Zeqiri, portieri që premton shumë. Do më thonë nuk pas kam gabu në atë kohë. Jo, e vërteta, po besoj se na u realizua edhe dëshira e të dive, pasi normal, thash faleminderit që intervista e parë ka qenë, unë isha atë si shkollë të mes me vitin e 4, edhe si që të cekë ati më parë ka pas dul një elan, shumë gazetarëve edhe këto jo Xhemal Zeqiri kalon atje, unë isha shkollën e mesme, pasi mendimi im ka qenë të vazhdoj fakultetin, sidomos prioritet ishte jo veçte une, po të si cili shqiptar në atë kohë, Prishtina ka qenë qerdha e gjithë rinis apo gjithë studenteve anë mban Maqedonis, mund të them Preshevës, e gjithëve shqiptarve që studimet i vazhdojnë në fakultetin e Prishtinës. Dhe une faktikisht vazhdova, për herë të parë, mu dha rasti, unë kadrova në ekipën e Rami Sadikut, atëherë bante gara në Ligën Republikane të Kosovës, unë si 19 vjeçar, fillova, ndoshta mu dha rasti, e shfrytëzova rastin si portieri i parë, edhe pse kisha disa portierë tjerë, ndoshta me përvojë më të madhe, dhe tanë kampionatin dhe u bana dhe antari i organizacionit të Kosovës ishte që luishin krajinat dhe republikane, ku patën nderin të isha edhe 5 ndeshje të mbroj, pas asaj u shpallëm edhe kampion i Ligës Republikane dhe unë kuadrum në Ligën e dytë ish Federative Jugosllavisë. Me Rami Sadikun viti 82-83. Në atë kohë më duket edhe Prishtina u inkuadru në Ligën e parë. Në Ligën e parë, po e vërtet është, edhe Prishtina u inkuadru në Ligën e parë. Dhe tash si çdo sportisti i ri, ndoshta edhe krenari ishte t'jesh në ekipin e Prishtinës. Me yjet, si që ishin atë kohë, Fadil Vokri, Fadil Muriqi, Ramadan Simili, të ndjerin Fadil Vokri, Shembos Shevqet Sinani, e shumë Batrovici atone, më dhe rasti une të kaloj në klubin e futbollistik Prishtinë në Ligën e parë, ish Federative Jugosllavisë. Si ishte Xhemal ngjasia në atë kohë? Ishe një djalosh i ri që erdhe nga Kumanova, të dha rasti pas një lëndimi të legjendës kumanovare Alberte Cvetinić, mirë po janë ndonjëherë edhe në rastet të këtilla paraqiten mundësi të reja, por që duhet në sport të shfrytëzohen. Dhe ti më së miri dite me talentin tënd që ta shfrytëzos. Edhe kur kalove në Prishtinë, kalove në një gjenerat të artë të Prishtinës. Vërtet. Ishte Zhaveli atëherë? Jo, në atë kohë erdhë portieri ish i mirënjohur železničari Slobodan Šuica, po. Ishte kapiteni i Prishtinës. Edhe në Vardar ka mbrojtë duket Šuica. Jo, tjetër kjo, jo. Në Vardar ka qenë ish lojtar, ka luajt në Alve. Slobodan Šuica erdhë prej železničarit, ishte ish portieri apo mund të them kapiteni Kosta Lallić, une si portieri i tretë. Po, edhe si portieri i tretë ishte një krenari e madhe për mua që t'jem mes yjeve. Mirë po, aty kishe Batrović, kishe Fadil Vokrin, legjendën e futbollit shqiptar. Po, Felzi Rama, ndjerin Faton Domi, mos e përmeni Ramadan Simili, Fadil Muriqi, Agim Sana. Si një djalosh i ri, si ndihesh mes gjithë këtyre yjeve? Une A ishte ajo një motiv, një stimul që të punosh më tepër? Ka qenë një motiv, unë si djalë i ri mund të them atë 19 vjeçar, 20 vjeçar, edhe pse ato e kishin një farë përvoje, po
të gjithë lojtarët mund të them më përkrahen, sepse isha një ardhacak mund të them, edhe një kohë gjatë Prishtina, në atë kohë s'kish pas një portier shqiptar. Edhe ato ishin krenar që isha unë në mesin e atimve. Edhe ja di faleminderin shumicave, sidomos mund të përmeni Fadil Muriqin, ndjerin Fabzin Ramën, kanë qenë përkrarës shumë. Jam faleminderues edhe ku kam shku edhe kam cekë. Sidomos Fadil Indjeri, Fadil Fevzi Rama dhe Fadil Muriqi më kanë ndihmu shumë për me arrit qëllimin. Edhe pse unë isha 3 vitet plota antari i Prishtinës, kam qenë mund të them 4-5 ndeshje si rezervë, mund të them edhe kam mbrojt, po jo se kam rak gjithë realitetin du me thonë, sepse me të vërtet thash ishte konkurenca. Pas një viti erdhë portieri mirënjohuri shqiptar në Xhaveli, pas një viti tjetër erdhë portieri mirënjohuri Rade Zallat i Partizanit, ku mund të them unë prap thamje se kam qenë krenar, që kam qenë mesin e yve, apo mund të them Rade Zallat pas të shkoj edhe në Beshiktash. Beshiktash, në Xhaveli ashtu, unë e them yje kanë qenën, me të vërtet ka qenë një konkurrencë fort, ku shumë vështirë ishte që të deportoj si portier i parë. Mirë po ka qenë kënaqësi që të kalitësh si lojtar, si portier i ri të kalitësh në mesin e këtyre yjeve. E të jesh në mesin e 5-6 portierëve që i numërove që kanë qenë me zënë ish Jugosllavi. E vërtet, ajo është, mund të them se edhe shumë kam mësu prej tinve, si në atë aspektin profesional futboll, sjelljet të gjitha jam mirënjohës me gjithë portierët që kam punu, një falënderim shkon për gjithë, dhe unë e thash prap mund të them se kam qenë, edhe jam krenar që kam qenë pjesë e gjeneratës së artë të Prishtinës në ato vite, ku si që cekët, ndoshta mos të teprojmë të ndjerin Fadil Vokri, Fadil Muriqi, ku shumica mund edhe nëndër, ndoshta edhe si kam po prap unë tash jam krenar, po kam, edhe pse isha në Prishtinë atë kohë, ndoshta moshën e re, kam qenë i njëjti si këtu, po mundoj si në Kumanov, si në Prishtinë, një person apo mund me thonë një sportist apo një ri i thjesht. Një modesti duhesh me qenë për me arrit qëllimin. Nuk do me thonë që në qoftë se vjen deri një e arrit një limit, unë jam me njerë krenar apo jo, duhet me qenë non stop i njëjtë, apo du me thonë që mesatar. 3 vite ndoshta nuk janë shumë, mirë po është periudhë gjatë për të shijuar atmosfera, organizimi i një klubi të madh siç ishte Prishtina asë kohë. Në gjatë keni bartur kujtime të mëdha nga ajo periudhë? Në gjatë unë moj shumë kujtime të mëdha me Prishtinën, sidomos ku e cekët se ka qenë një, me vërtet mund të them se edhe ju si gazetar në atë kohë keni përcjell edhe si gjithë tribunat e Prishtinës gjithmonë kanë qenë stërmusha. Mund të them se çdo ndeshje ka pas mbi 30.000 shikues. Kjo ka qenë një atmosferë, mund më thoni pozonte paharrueshme. Dhe me të vërtet në ato kohë mund të them se edhe vështirë se do të kthehen. Ka qenë një shoqëri kompakt, mund të them, edhe një vështirë se të harroj. Ndoshta edhe mund me thonë se limitin më të madh e kam arrit edhe që të arris atë nivelin e portierit që kam qenë në çdo ekipe tjera ku kam shku, kam qenë standard. Prap, thash, limitin atë zenitin e më të madh kam ngrit për i Prishtinës. Është fakt jo vetëm mbas një vitit, edhe që këta cekim fal, mbas një vitit pasi e pa se konkurenca tepër e fortë, në vitin 1986 kalova në ekipin e Lirisë së Prizrenit. Atëherë edhe Liri ishte ligën e dytë e Jugosllavisë, ku më dha mundësia dhe isha një ndër portierë standard. Natyrisht nuk të ka kërkuar vetëm Liria, por edhe klube tjera. Po ti ke përzgjedh Lirin. Përzgjedha Lirin pasi ishte edhe situata pak e ndërlikume zotrin e gjatë, po edhe ndoshta nuk kam gabu. Ka qenë për mua një, si me thonë, një përvoje. Po që ke qenë standard? Standard, po, një përvoje që të ishe në atë kohë me 22 vjeçar, shembull, në standard në ligën e dytë i Jugosllavisë, ka qenë një domethënie e madhe,
për arsye se Me kë atëherë ishin në klub, kush ishin tjerë lojtarë të njohur në ka qenë në Recep Gaxholli, kanë qenë vëllezërit Ajeti, Skënder Gaxholli, pastaj ka kaluar në Prishtinë, Shëngjyli në në Prishtinë. Prishtinë kalun, për të Maqedonisë marrin mend kemi qenë me dy shokë edhe të Cemira kemi qenë Nexhat Shabanin dhe Gaju Recepin. Nexhat Shabanin ish lojtar në Slogës, Gaju Recepin ish lojtar i Teteksit. Në liri sa vite qëndrova? Në liri qëndrova një vit, deri vitin 87 dhe prap u ktheva në Kumanov, vitin 87 për një periudhë, mund me thonë 6 mujore në Kumanov, mbrojtja 6 muj, vitin 88, 89, kalova në klubin futbollistik Ballkan Stoku Commerce. Po, Ballkani ishte në atë kohë kryefjalë e futbollit në Maqedoni. E futbollit, maj men, luajshme ndeshjen, para fundit kishme me Ballkanin dhe faleminderit e prendore edhe ish trenerit Zoran Mišić, i cili tha se të vetmin portier që në Ballkan mund me më kry punë është Xhamar Zeqiri. Dhe une atë vit kalova, vitin 88, Ballkani bante gara në ligën e tretë ish Republikanët Jugosllavisë. Dhe me një konkurrencë të madhe mund të them ishim 18 ekipe, mund mi cek ishte Prishtina, Liria, Trepça, Novi Pazari, Radnički Piroti, Radnički Ergovici, ka qenë një konkurrencë tepër e madhe. Bate përse gjysma kanë qenë antartë Ligës Parë Jugosllavisë. Po, ish Ligës Parë Jugosllavisë, e prunë sistemin atëri që të ndonë Riorganizim, një riorganizim, një ligë unike tjetë e dyta dhe 4 Liga treta dhe na unkadrum në ligën e dytë ish Jugosllavisë deri vitin 90, faktikisht 91. Deri para shpërbërjes Jugosllavisë ishmi në ligën e dytë. Mund të them se edhe gjysmën e sezonit nuk garum, shkaku dihet situata ishte ndodhive që ndodhen në Jugosllavi, lufta në Bosnë dhe në Kroaci dhe vitin 92 Tu në Ballkan me cilët lojtar ke luajtur? Në Ballkan e gjatë mund të them kam qenë 10 vitet plota, prej vitit 88 deri vitin 98. Kam luajtur me shumë ish lojtar, mund të them Cenar Aleksandrovski, Husein Beganović, kanë qenë Masa Romeragić, kanë qenë në atë kohë Dejan Kuskinski që luajshin shumë, vëllezërit Saliu, Gjenan Ajdari, ka qenë një ekip e përbërë jo nacionale, po e përbërë me shqiptar, bosnjak, maqedon, me gjithë nacionalitetet. Si ka qenë në Ballkan atmosfera ishte atëherë edhe shtypja se kohë të ka dhënë mjaft publicitet. Vazhdimisht ke pas notat 90. Në gjatë, sidomos po flas për këtë ligën e tretë, si thati po të potenciojnë notat se çdo gazetar, shembull, tash ka qenë atë sporti, dim se ish Jugosllavisë, zhurnalli ka qenë që mund me thënë se çdo ditë ndeshje kam qenë lojtari i ndeshjes. Ka pasën sidomos në ligën e dytë, ligën e tretë. Edhe në ligën Maqedonisë, pas vitit 92, po flasim, Maqedonia si ndarjes, si shtet, formum ligën Maqedonisë, 92-shin, unë tash plot vite kam qenë një ndër lojtarët, apo mund të them portierët keq. Ndoshta një padrejsi më ka bën që nuk kam qenë i ftuar edhe në reprezentacionin e Maqedonisë, edhe pse kam qenë portierin, ndoshta mos të më keq kuptoj opinioni, mund të them se liri është portieri më i mirë kam qenë në ligë, me kvalitetin, me vlerësimet e gazetarëve, me vlerësimet e trenerëve, faktikisht po më pa të bëni pa drejtësi, po aty është zgjedhja e selektorit, ka qenë pak. Kush ishte aso kohë selektor? Selektor ka qenë Anton Dončevski, kryetar ka qenë Ivanov i Kratovës, Dzingo, e inkuadroi portierin e vetë Seleksit, cili ndoshta se ka merituar që të jetë në reprezentacion, shumica ka pas edhe kritikën atë kohë, por prap jam krenar. Me gjithë ato arritjet që kam arritur si sportist. Në atë kohë ishin të ftuar edhe vëllezërit e Gjurovski, apo? Po, Gjurovski. Milko dhe Boško Gjurovski. Ka qenë Milko Gjurovski, kanë qenë Për shqiptarëve kush ishte? Për shqiptarëve i vetmi ka qenë Nexmedin Mehmeti.
Atëherë ka qenë një recepcion, po nuk po him ma fell, dihet realiteti, dihet ka pas edhe kritika, edhe ka pasën shumë ndaj trajnerit edhe ato. Po, prapë ne e lënë ta vlerësojnë. Në Ballkan deri cilin vit Në qëndrove? Ballkan deri vitin 1988. Pas 2 viteve kalova, në 88-ën kalova në klubin futbollistik Cementar. Ku në atë kohë kishim një ekip shumë të mirë superiore dhe ndoshta edhe si çdo sportisti mund të them, limiti i tij që të luajë në Evropë, më dha rasti që brenda 2 viteve të jem pjesëmarrës me ekipin e Cementarës, të jem pjesëmarrës në kupat evropiane. Do të thotë ke mbrojtur edhe në skenën ndërkombëtare. Po, kam qenë në 2 vite kemi marrë pjesë në skenën ndërkombëtare. Faktikisht ka qenë edhe limiti ndoshta i çdo sportisti që ka ndoshta ëndra që të jetë pjesë e ligës, unë pata fatin që të jem edhe unë pjesë e ligës evropiane. Pas Svecus? Pas Cementarës, merr rasti të vazhdoj karrierën, pas luftës Kosovë vitin 2000, deri në 2004, isha antar i klubit futbollistik Drita, Gjelanit, ku edhe ati unë isha vesh një portier si me përvojë, portier me autoritet, dhe drejtë me thonë në gjatë qifi unë shkova atje veç që të ndihmoj, si erdhen disa shokë që të ndihmoj, që do të jesë 4 vite vështirë që e kisha... Po ke gjithë një mjedis... Po është një mesin, një ambient mirë, një shoqëri të mirë, një jesite. Unë plot 4 vite deri në përfundim të karrierës vazhdova në klubin futbollistik Drita, ku kishim rezultate finala, ku shpallëm edhe fitus Kupës Kosovës, ku mund të them lirisht për herë të parë në Drita edhe tash Sagaron, hera parë që ka fitu kupin dhe u shpallëm kampion Kosovës. Edhe atëherë ishte portier. Edhe atëherë portier standard me 3. Ishte ajo në penalti? Kupa e fituesi kupës, majnë men luajshim me ekipën rivalin, ndoshta të përmbitur mund të them Gjelanin, që në atë kohë shumica e majnë men Zvezda Partizani. Ka qenë një atmosferë, mund me thonë impozante në stadionin e Prishtinës, mbi 20.000 shikues në gjatë. Edhe besa mbaj mend vendimtare ka qenë mbrojtja e penaltisë së fundit, ashtu. Po, fundit, penaltin Hodajt e maj fort mirë men, ishte të tovarit litarit, e mbrojta dhe fitu. Dhe për herë të parë, Drita u shpalla dhe fituesi i kupit, dhe ishte një pritje madhështore në Gjelan, që ndoshta dhe e paharrueshme, sidomos edhe unë mund të them edhe që ta 4 vitet, ndoshta fundi karrierës ishte, se unë veç deri në vitin 39 vjeçar isha aktiv, faktikisht është një krenari adi, edhe sot kam një farë respekti shumë të madh, sidomos në Gjelan, ndoshta unë e thash edhe më parë, edhe gjithmonë ku kam qenë në për interviste ndej, shumica çka ke fitu, pasionia më e madhe për ne si sportistë është një rreth, shoqëria. Po në Dritë e përfundove karrierën si futbollist aktiv apo vazhdove? Jo, në Dritë e përfundova definitivisht karrierën. Karrierën, ashtu në moshën 39 vjeçare. 39 vjeçare. Vazhdove pastaj si trajner diçka, po të ndihmosh Dritës në mënyra të ndryshme? Edhe pse kisha oferta shumë të pin Drita, por nuk vazhdova në Gjelan, vazhdova në klubin futbollistik Bashkimi, ku atëherë ishte edhe bashkëlitari im, mund të them, trajner Belbir Sokoli erdh, dhe isha ndihmësi atij, punum 2 vite. Pas Belbir Sokolit vazhduam të naprim bashkim fillum Milano, 4 vite aty, bashkë me Belbilin edhe trajnerin e mirënjohur të ish Maqedonisë, edhe selektorin e Maqedonisë Gjorgj Ivanovskin. Gjumëllë për 30 vite diku, sa 33-4 vite karrierë futbollistit aktiv. Jeni penduar për diçka? Jeni krenar me atë që keni arrit gjatë gjithë karrierës? Mu pendu, ndoshta pendimi më i madh që sidomos të ne sportistët, se nuk jemi afër familjes, nuk kemi qenë afër familjes apo afër fëmijëve ndër.
por pendimi mund të them se kur nuk jam pendu. Ke qenë Që lojtar. kam qenë lojtar, që kam qenë një sportist dhe krenar jam, që kam arrit ata dhe besoj inshallah Zoti dhe krenar jam, do të thonë për arritjet e sukseseve të mia mund të krenohem, kur nuk kam thënë se kam qenë dikush apo jam, por mund kam thënë edhe gjithmonë tham edhe tregoj se për rezultatet apo për karrierën e çdo sportisti flet vetë karriera, flet opinioni, mediat, ato tjera se jemi në një qytet në Kumanov, ku në Gjata Qifi jemi një qytet i vogël që na më shumë mendojmë se jemi dim diçka, a nuk dim asgjë. Flasim, nuk japim meritat e dikujt që ka merituar, unë të respektoj si gazetar i vjetër, si respekt, i ndihmu gjitha me vlerat, ta vlerësoj punën këtë, tash del, po nuk mund me thonë me ta hup atë vlerën që ke vënë. Pse? Vlerat e tua, po flasim ta si gazetar, se shembull me marr, nuk mund të hupen se shkruan. Ka njerëz që ke dhënë e dedikon. Edhe këtu te na si sportist, unë mund të them lirisht, shumë pak kam vlera në Gjata Qivin Kumanov, vlerat më të mëdha kam. Po që ke vlerat jashtë Kumanovës. Unë jam krenar. Edhe drejtë me thon, vlerat më të mëdha kam Kosovë, edhe Maqedoni. Edhe çdo vit të presin, ngjilan më presin si më mirë në Gjata Qifi, unë edhe jam krenar, edhe tash edhe mbas karrierës, faktikisht kjo don të thotë se si sportist. Unë e harroj këtë ato, në mund të them se si sport, po kryesori është që të lish një si person, si i dashëm i opinionit apo publikës, një respekt për me të respektu, edhe mbas mund me thonë 10 viteve, 20 viteve, se jeta jonë është e gjatë. Nuk s'është veç për sot, po duhet të mendu edhe për të ardhmen. Edhe jam krenar në gjatë shembull që e kam arrit, edhe sot e madje kam ftesën, na ftojnë me lujt si ekipa veterane, po në çdo eminent më frasin si ngjilan për sportistin e vitit në Kosovë, në për çdo turnira që jem pjesëmarrës andaj, kjo do me thënie e madhe si personalitet i jemi Xhemal Zeqiri. Faktikisht se kam lënën diçka. Xhemal, do të dalëm me një moment të hidhur. Sistemin e Jugosllavisë të gjithë e dim ne, sidomos që kemi lindur në atë sistem dhe kemi kaluar pjesën më të madhe në atë sistem. Sistemi i atëhershëm nuk ka lejuar futbollist të talentuar që kanë pas mundësi të transferohen në klube evropiane derisa nuk i kanë mbushur moshën 28 vjeçare. E vërtetë. Kjo jam i sigurt se dhe ty të ka kushtuar mjaft që s'ke mund ta shfrytëzosh talentin tënd. A ke pas ndërkohë biseda pa marrë parasysh për ndonjë angazhment jashtë Jugosllavisë? Në gjatë kam pas, ku thave edhe ti, kjo ka qenë edhe për qëtë, edhe për atë Jugoslavia ishte në atë kohë gjigant i futbollit evropian. Për arsye se edhe unë jam ndoshta po tu ka qenë viktim i saj, po edhe ai sidomos ishte Jugoslavia mund të them e ka këshir interesin e vet. Se normal lojtari mbas 28 viteve e jep atë kontributin e fundit, sidomos perëndimi i karrierës më vetë. Përfundimi i karrierës, faktikisht kontributin më të madh e jep në shtetin e vet. Se edhe unë jam për ata shembull tash shumica më mirë të kontribuoje për shtetin, pa marrë parasysh në Kosovë, Maqedoni. Gabimi më i madh te na tash. Mirë po, e ke dëmtu vetveten? Normal. Individualisht si... Po prap kemi pasën disa të ardhëna të mira personale. Xhemal, unë e marrë të drejtë, gjykuar në bazë të asaj që të kam përcjell tërë karrierën, prej se ke filluar, derisa ke përfunduar. Po të kesh qenë Xhemal Zeqiri tash në kushtet e sotit, Xhemal Zeqirin sigurisht sot do ta shihnim në ndonjëra nga 5 ligat më të forta ndoshta në Evropë. Në gjatë e vërtetë unë nuk gaboj në këtë vlerësim timin, pasi që të kam përcjell dhe ti di cilësi që ke pas. Ka njerë edhe unë kur e analizoj apo të kaluamën si portier, ka një kur tham, me 18 vite, 19 vite ke qenë portier standard ish Jugosllavinë. Apo me 22 vite të mbrojsh në ligën e dytë ish Jugosllavisë, ku ishte një ligë unike. Ajo është
tash në ka njërë thamë, Po edhe në një ligë ku janë bërë dhe padrejtësit më dha. padrejtësia, po ka pasë në aspektin nacional ka pasë e vërtet ajo, po une fati deshtit, une hika herët prej Kumanovës, që ndoshta une kisha mujtë me qenë dështak. Rast konkret nuk jeftuar në reprezentacionin Nuk e jam tu, Maqedonisë. edhe pse kam qenë portier e reprezentacionit Maqedonisë, ka qenë rezervë. Une muj me cek Zoran Micevski, kam mbrojt në reprezentacion, a une kisha rezervë, ishte në Ballkan. Po. Një vitet plot, e tash vetë do me thonja, edhe ka pas, edhe që ati kanë qenë ato kritikat më ndojë, se është e muqme një portier rezervë, Të zëvendin e gardianit kryesor. e gardianit kryesor, unë isha standard në Ballkan 10 vitet plota, e aj në reprezentacion. Po, ka pas edhe ish treneri im që kam pas shumë merite për ta mund të them ki Zoran Mishic, ka pas ishte kundërshtime shumë me ish selektorin, shkaku mos zgjedhjes në reprezentacion. Po, prap se prap, unë kam qenë i njëjti, kam vazhdu karrierën, i kam tregu se jam më i miri, si në loj, si në deshe, si gjitha. Ati... Po, jeta e gjithë sportisti është me batica dhe zbatica. Mirë po sportisti, gjithë jetën mbetet sportist. Pa marrë parasysh në çmosh është. The se ke marrë pjesë edhe në turniret të ndryshme, pastaj mund të flasim. Kam informata se me që na përcjellin edhe shikuesit në Karçov. Edhe atje ke marrë pjesë. Po, mirë që për mene në gjata qifi kemi marrë pjesë, sidomos kemi luajtur për ekipën Kastrioti, Shërbicës, futboll të vogël në Kërçov. Unë ish me atet në FK Ballkani, erdhë një shok i Kërçovës, Ismaili dhe ki Ramiz Ballazhi. Ju lutem, në qoftë se keni dëshirë më ne bën një ekip, se që 5 vite mbahet aty në Kërçov, ekipa shqiptare s'ka njës mes 8 ekipeve. Edhe nejse, okej, shembull, po flasim haptas, okej, thash do të vime, bëjmë një ekip, po a jeni dakord se na shembull prej Shkupi Kumanovës, minimum argjimit me në hekën, s'është da problem. Edhe bën një ekip superiore shumë. Me cilë të ta kështë emra? Une si portier, Arben Nuhiu, Evzi Aliu, Muamer Saliu, Lujke, Burimi Zendeli, Gjenan Ajdari, kemi qenë një ekip shumë të mirë dhe shkuam në turnirën Kërçov, e majnë mend Gura, atë Toskana ka qenë televizioni. Toskana. Edhe ndjeri gazetar ka qenë, si arrova emni ka intervjisën e parë, pa të me dhonë edhe në aqene. Na për herë të parë, fitum turnirin Kërçovës. Dhe ishte një kënaqëri e madhe, dhe mbas se u kri turniri, kishim bërë një organizim në gjatë fenomenal. Kërçovarët, si që dine, kanë tradit, mendohen se mos kemi gabim, ndoshta mos ande një festë darsme apo diçka. Muzikë ishte e majnë men këngëtari një orë Kërçovar Bexha Jagodina. Po ai me muzikë, me ata live, kalum një mbrëmje shumë të mirë, festuam titullin për herë të parë. Vitin e ditë prap shkum 2 vite, faktikisht e zum vitin e parë. Vitin e dytë shkum me ish lojtar të njohur kosovar, mund të them Sunaj Keqi, Suat Keqi, Mehmet Kurda, Arsim Durmishi, edhe atje ish fitum bindshëm. Pra i përshëndes nga ana ime të gjithë Kërçovarët, sidomos Kastriotët apo të Shërbicës, ju falemderit për krajet madhe, ju falemderit shumë për respektin dhe nderin që ne keni bërë neve. Futbolli është edhe komunikimi, i krijimit të shoqërive. Shifni si formon cep më cep këto shoqëri, edhe mbetet pastaj të jetën. Une edhe në fillim e cekën e gjatë se futbolli është një pasuri më e madhe që formon, si që tha ti cep me cep, formon shoqërinë gjitha anët. Edhe jam krenar që jam edhe mund me tonë edhe që sidomos për flas tash për në Kosovë, edhe në Maqedoni, ku të shkoj, mund të them se i kam dirë të hapën, faktikisht ati kam shoqëni. Po unë për të them prap, fillojmë prej, mos të flasim Gjilan, e deri në Pej.
Jemi një krenari e madhe. Kosovë vazhdimisht jenë në për të. Kosovë jam vazhdimisht. Përvjetore të... Çdo përvjetore unë jam faleminderues. Unë tash, ndoshta edhe një mirënjohje, ndoshta se unë tash vlerësimi te nën Kumanov shumë pak është. Në gjitha, jo vetë të sportistët, po në gjitha lëmit, në gjitha kjo. Unë tash vlerësimin më të madh si person, apo si portier, apo si ishës sportist, e kam nga Kosova. Që sot e ma ditë në përbrojnë. Atje ke edhe miq të shumë. Atje kam miq, çdo eminent që bëhet atje, çdo festa, jam atje, edhe s'fundi në gjatë kemi formuar një ekip veteranave, ku që 5 vite jemi rregullisht në për çdo turnira. Edhe tash para disa dite ishe, me rastin e pavarësisë. Ditën e hanë ishme me 17, ditë e pavarësisë ishme në Gjilan, në turnirin e veteranëve, dhe ishme pjesëmarrë na, klubi futbollistik Drita, Gjilani dhe Drenica. Kjo do të thotë se faktikisht e keni respekt, ndoshta edhe mund të them ke lënë diçka mbas se futbolli, unë tash është karriera e tillë është që çdo sportist duhet me ditë, duhet ta dijë se vjen fundi. Po duhet me lënë një rrugë, si person, si individ që ki kontribu diçka. Edhe unë çka tash edhe më parë tash s'muj me ja mohu askujt ato meritat në gjitha lëmit, si në politik, si në sport, si në gjitha lëmit, tash problemit e nënën e gjatë është se çdo kush don me ditë më shumë se shembull. Tash unë flas për sportin, ndoshta dikush si gazetar ti mund me ndërni, po disa janë që ndoshta edhe s'kan pasën kur qasje me sport, vinë, tregojnë, dojnë me ditë më shumë se na që kemi dhënë një kontribut 30 vjeçar. Jo rastisht, Xhemal Zekiri është shok i ngushtë me kreun e Federatës së Futbollit të Maqedonisë, Masar Umeragić. Sa vite ke luajtur me Masar Umeragićin, tash kryetarin e tashëm, kemi qenë 4 vite bashkëtar në Ballkan, por edhe më dha fati që jem tash edhe si që din ndoshta shumica është ai pronari stacioneve të autobuseve Rulje Turs, ku unë edhe jam i punësuar si përgjegjës aty. Një falënderim shkon për pronarin, ndoshta edhe për Masar Umeragićin, ndoshta momentet më kritike kur kam qenë më ka dalë për krahas dhe jam falënderues shumë falënderues për ata. Edhe pse unë tash 4 vite kemi qenë së bashku, mund të them para 30 vitesh. Umeragić është kryetari i Federatës së Futbollit, Driloni është sekretar general. Ganiu, po. Mirë po, janë bërë edhe disa ndryshime, janë aktivizuar futbollistë si Pandevi, Agim Ibrahimi, nuk e di në çfarë poste, por pas marrjes faktikisht veç zyrtarisht kryetari i Federatës Masar Umeragići, me ardhmën e tij, ditën e parë dhe me ardhmën e sekretarit e përshëndesjes edhe Drilon Ganiun, kanë bërë disa ndryshime, mund të them ndryshime vendimtare. Për arsye se tash na e dim se çdo kush me ardhmën e atinve, drejtor në organizacionin e kalon një emër i njohur, apo mund të them futbollist një ndër më të mirë të Maqedoni, Goran Pandevin, Ilija Najdovskin kalonën, Gjorgje Ristovin ka kalon si drejtor i të rive, Agim Ibrahimin zavend drejtor, faktikisht ka bërë disa ndryshime shumë të mira. Për arsye se në çdo federat futbollit apo në çdo institucion, normal që duhen të jenë ish sportistët apo ish futbollistët. Pritni ditë të mira për futbollin në Maqedoni me gjithë këtë riorganizim? Besoj se do të ketë, siç e njoh edhe vetë Masari Umeragićin, është optimist dhe pesimist, besoj se do të ketë shumë ditë më të mira si për sidomos më flas për këto shkollat e futbollit, sidomos këto gjeneratat e reja që janë një organizim të mirë, pasi siç e cekëm edhe më parë tash se kanë është një bashkëpunim me ish sportistët që kanë kontribu, që kanë dhënë, edhe që njihën jo në Maqedoni, po edhe jashtë Maqedonisë. Kjo
faktikisht më gëzon fakti që i kthej ish yllat, apo mund të them ish Zvezdët, dhe besoj se me një punë të përbashkët, me një koordinim të përbashkët, ka me pas shumë ndryshime, sidomos për futbollin maqenisë. Gjemal, si ish lojtar, si njohës i futbollit, si e vlerëson momentalisht futbollin evropian, ma konkretisht 5 ligat më të forta evropiane? Është në një nivel i ruajtur, apo keni diku ndështime, diku ngritje? Besoj se unë kur e cek ish Jugoslavia, ndoshta atë ka qenë Jugoslavia, po tash në kohën e fundit, shembull, mund të them 20-30 vite, veç futbolli evropian kanë ngritur, sidomos mos flasim këto shtetet Angli, Itali, Gjermani, Shpani. Këto janë faktikisht mund të them që e botërore mos flasim, ato Brazil dhe Argentina faktikisht këto janë gjithmonë në ngritje. Për arsye se edhe kushtet i bojnë të vetat. Por riorganizimi i garave evropiane me UEFA Champions League, Ligën e Evropës edhe Conference League, ky format të pëlqen apo është pak shumë pak i ngarkuar, edhe jo i mirë, edhe pse ka pas shumë kritika edhe pi shumë analistëve më të mëdhenj se na që kanë qenë. A ka kvalitet apo? Kvalitet këto i vetmi këto ne është mund të them aty ndoshta ekipave të vogla që kanë mundësi të ngritën, pasionohen mes UEFA-s. Kemi Real Madrid, Manchester City, Bayern, evropian, gjithë kanë mbetur në atë kompeticionin eliminues. Kjo po tregon se sa jemi shembull ato siç e cek ato ekipat shtetet e zhvillume me shtetet ballkanike mos flas. Ato gjithmonë, po kënaqësia e madhe ka qenë për ato shtetet ballkanike që kanë inë këtë grupe që të marrin pjesë. Se ndoshta edhe ma dopat është në gjatë qifi, dhe ma besoj se vështirë të tjetë. Gjemal, këtu do e përmbyllim emisionin, u përmbushën minutat e para, ndoshta duket shumë kohë e shkurt, po kaluam 50 minuta, ndjej kënaqësi që ishe sonte mysafir. Ishte edhe kënaqësia jeme që ishe mysafir, që mi përkujtove ishte kalumet, me të vërtet edhe... Nështë të shkaktove dhe emocione, nostalgjia... Pesa po, nostalgjia, emocionet, 40 vite më barapa, edhe për sfundit du të jap një dhurat si gazetart, shembull, që ke kontribu, edhe jetu kontribu, sidomos meritat që ke shembull, unë tash edhe në fillim si një dojen i gazetarisë komunale, meriton çdo lavdërata, meriton çdo dhurata, edhe unë jam krenar që të jap një dhurat, në emrin tim personal, Xhamal Zeqiri. Kjo është dresi, shembull, mund të them që këtë çështën në gjatë qifi, emrin Xhamal Zeqiri shkruan, kjo një dhurat e mirënjohur. Kjo klubi Cementara që bëshmi gara në Kupë UEFA. Do më thonë kjo është garë që ke mbrojtur edhe në skenën ndërkombëtare. Skenën ndërkombëtare, po. Faleminderit. Faleminderit, edhe një ishte kënaqësi që isha pjesë e emisionit juve dhe ju uroj suksese. Unë jam i bindur se kjo nuk është takim jonë i fundit, veç për të mirë takomi, besoj se jemi... Do të kemi edhe emisionet të tjera. Ja pra, një dhuratë nga Gjemali që do të mbaj gjatë në kujtes. Edhe njerë ishte kënaqësi që isha pjesë. Faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu, faleminderit. Po shikues të nderuar, ne këtu pak edhe me plot emocione, po e përmbyllim këtë epizod të radhës të podcastit Fol. Këtë herë folëm me legjendën e futbollit, yllin e futbollit jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Kosovë dhe gjithkund ku paraqet Xhamal Zeqirin. Ndërkohë me mysafirin e radhës do të shihemi në episodin tjetër. Miropafshim.